Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po takojnë historisë të bashku me mua Tiron Alielin, këtë herë për të ndarë një lajm shumë të bukur. Unë e di që ju tashmë jeni të fascionuar në dy këto personazhe. Luizelli dhe Gjesti janë dy fenomenët, janë dy djemë të mrekullueshëm që rrëmbyen zemrat e të gjithë shqiptarëve me sinqeritetin e tyre, me dashurinë e tyre, me ngrohtësinë shpirtërore të tyre. Luizelli që sot e kësaj dite mbetet shumë i preferuar tek ju, një djalë shumë dimensional, një artist që na ka marrë zemrën me të gjithë gjërat e tij, do me thënë në të gjitha dimensionet e tij, por njëkohësisht edhe Gjesti po ndjekën atë rrugë në dashurinë e publikut. Unë jam munduar që të përshkruaj dy personazhet në mënyrën më të bukur duke vlerësuar anët e tyre të mrekullueshme pozitive. Në historinë e televizionit shqiptar ka pasur shumë spektakël, shumë edicione, shumë fitues që kanë ardhur e ikur si meteor, duke ndriçuar për pak dhe më pas shuar në heshtje. Por shumë rrallë ndodh që një emër, një fytyrë, një shpirt i vetëm të bëhet simboli një epoke, i një brezi, i një kombi që kërkon shpresë, ngrohtësi dhe identifikim. Këtë nuk e bën as fama, as marketingu dhe as strategjia. Këtë e bën zemra. Dhe nëse publiku shqiptar është dashuruar marrëzisht me dy figura nga universi Big Brother VIP, ata janë pa diskutim Luizelli dhe Besart Kelmendi Gjesti. Këta dy burra nuk kanë qenë kurrë në të njëjtën shtëpi. Nuk kanë ndarë as një natë me të njëjtin format, por janë bërë dy shtylla të njëjtit fenomen. Të ndarë nga koha, por të bashkuar nga shpirti i një kombi që në mes të dhimbjes, krizave dhe zhurmës së jetës ka nevojë të qaj, të qesh dhe të shpresoj përmes dikujt që nuk është vetëm një konkurrent, por një shprehje e sinqertë e vetvetes. Luizi hyri në Big Brother si një kujtim i largët, një këngëtar me një zë të njohur dhe një fytyrë që dikur e kishim parë nëpër festivale. Por ajo që ndodhi në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë ishte shumë më tepër se sa një rikthim. Ishte një rilindje. Ai nuk ishte thjesht lojtari më inteligjent, më i shpejt, më i kthjellët. Ai ishte artisti që ndërtoi një realitet brenda atij formati, me një sharm të lindur, me një ironi që godiste në shenjë dhe me një të folur që të mbante pezull. Luizi i dha një dimension të ri Big Brotherit. Ai nuk ishte vetëm pjesëmarrës, ai ishte spektakli vet. Dashuria për Kiarën, konfliktet, rrëfimet për jetën personale, momentet brishta dhe ato shpërthyese, të gjitha e bën Luizellin jo vetëm një fitues, por një ikon për të gjithë shqiptarët. Ndërsa Gjesti, në anën tjetër ishte i panjohur që hyri si një djalë nga Kosova, me një buzëqeshje të çiltërt dhe një zemër të madhe. Ai nuk kërkoi vëmendje, nuk kërkoi strategji, nuk u përpoq të bëhej viral. Thjesht ishte vetvetja. Një djalë që nuk kishte nevojë të bërtiste për t'u dëgjuar, as të fyente për t'u mbrojtur veten. Ai erdhi si ajri i freskët pas një stuhie, i qetë, i thjesht, por me një energji që mbushte zemrat e publikut. Ai bashkoi njerëzit, jo përmes lojës, por përmes sjelljes, përmes ndershmërisë, përmes atij lloji karakteri që është bërë gjithmonë më i fortë se çdo strategji televizive. Çfarë i bashkon Luizin edhe Gjestin? Në fakt, kjo ka qenë pyetja më konfuze që është bërë në 3 muaj edicion në këtë Big Brother, por unë ua kam gjetë këtë përgjigje. Dëgjoni tani. Në pamje të parë janë shumë ndryshe. Njëri më karizmatik, lozonjar, me mendje të shpejtë flak si zjarri, tjetri është i heshtur, i thellë me një shpirt që fiton ta zbërthesh pa frikë. Por në thelb të dy janë identik në diçka të madhe. Ata janë të vërtet, vetëm këtë kanë të përbashkët. Nuk luajnë për të fituar zemrat, i fitojnë pa e kuptuar sepse japin zemrën e tyre që në minutën e parë. Luizi ishte zhurma e zemrës që kërkonte të dëgjojë. Gjesti është zhurma e zërit të brendshëm të shpirtit që kërkon paqen. Të dy ishin të ndjerë, të dy ishin të sinqertë,
Luizi bëri publikun të qesh me lot, gjesti bëri publikun të qaj me buzëqeshje. Njëri ishte spektakël, tjetri ishte prekje. Dhe në fund, publiku i dashuroi të dy, sepse shqiptarët pavarësisht ndarjeve polemikave e kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të njohur shpirtin e mirë. Luizi u kthye në simbolin e burrit që rikthehet nga hija dhe triumfon me gjithë shpirt. Ai këndoi për dhimbjen, për dashurinë, për sakrificën. Ai ngriti pesh publikun me çdo batut, me çdo këngë, me çdo emocion. U bë fytyra një sezoni, por më shumë se kaq. U bë miku i çdo shtëpie shqiptare. Gjesti u kthye në simbolin e djaloshit që vjen nga një vend i vogël me zemër të madhe. Ai nuk kishte zë të fortë, po kishte fjalë që linin gjurmë. Nuk kërkonte protagonizëm, por e fitonte me prezencë. Dhe publiku pa tek ai djalë i ndershëm një mik të vërtet, një burr që nuk flet shumë, por kur flet nga zemra. Sot të dy janë më shumë se fitues të një reality show. Janë simbole, janë dy anët të së majtës edhe të së njëjtës, medalje. Ajo që i mungon shpeshherë publikut shqiptar, dashuria e pastër, e sinqertë dhe njerëzorja dhe pa filtra. Dhe ndonse ndajnë dy edicione të ndryshme, kanë mbetur bashkë në kujtesën kolektive, si dy yje që ndriçojnë rrugën e shpresës, të sinqeritetit, të atij humanizmi që ndonjëherë mes gjithë zhurmës së shoqërisë moderne kemi frikë se po e humbasim. Nëse një ditë historia do të shkruaj për Big Brother VIP, si më shumë se një reality, ajo do të nisë me dy emra, Luiz edhe Gjesti, sepse ata nuk kanë luajtur për kamerat, ata jetuan për balltyre dhe kjo, më shumë se çdo strategji, është ajo që i bën ata të paharrueshëm. Ky është Luizi, ky është Gjesti, dy zemra, dy emra që sot e kësaj dite shqiptarët po i kujtojnë me shumë mall. Po hapin Big Brother VIP 2 për të parë Luizin dhe për të shuar i çik nostalgjinë e atyre ditëve të bukura dhe sot po ndjekin çdo hap të Gjestit sepse ndjejnë veten e tyre akoma që janë në Big Brother. Këto janë djemtë e mirë dhe këto janë shqiptarët tanë të dashur që me zgjuarsinë e tyre, me mendjen e tyre, arrin të kuptojnë dhe të vlerësojnë vërtet atë që në fakt populli di ta vlerësojë më bukur. Dhe në këto dy raste, unë e përgëzoj pafund televizionin në fjalë që diti të vlerësoj vullnetin e popullit dhe zgjodhi fitues dy personazhe që dhanë botë të bukur, që dhanë momente të bukura dhe që na mbërthyen për ekrani me historinë dhe me vërtetësinë e tyre. Dhe në qoftë se 3 muaj analistë të ndryshëm, komentues të ndryshëm, opinionistë të ndryshëm dëshironin që të kuptojnë se në të vërtetë çfarë i lidh dhe çfarë i ndërlidh këto dy personazhe bashkë që në fakt po komentoheshin nëpër të gjitha mediat shqiptare, ajo që këto dy personazhe i lidh dhe ne mund t'i quajmë që të dy fenomen është vërtetësia e tyre, sepse në 120 ditë brenda këtij formati, ato përzgjodhen të jenë të vërtetë dhe jo mashtrues për të fituar zemrat e publikut me mashtrime dhe për të arritur të kapi një finale, por gjithmonë televizioni Top Channel e dëshmoi që e vërteta fiton. Ky ishte përshkrimi im që unë doja të sjell pranë jush për dy personazhe që për afate kohore të shkurtra në vite rrëmbyen zemrat e publikut shqiptar.